Shqipëria hyn sot në ditën e saj vendimtare. Qytetarët do të votojnë për një parlament të ri në një klim të polarizuar politike dhe me një fushat të dominuar nga akuzat, ofendime dhe një gare ashpër për pushtet. Në listë janë 11 subjekte politike ku padyshim syt janë tek partitë e reja. PS duket e vendosur që e ka fitore në xhep. Rama pretendon se siguron mbi 78 mandate, ndërsa PD shpreh se sondazhet janë të paguara. Pra sot çfarë duhet të presim? Një rezultat si ai që parashikojnë sondazhet apo do të ketë surpriza? Nëse përmbledhim 4 sondazhet kryesore, ai i publikuar nga Barometri dhe Euronews, ai i Top Channel me McLaughlin, i Report TV me Piepolin dhe sondazhi News 24 me Antonin Otto, kemi këto të dhëna. Partia Socialiste, përqindje mesatare 47.3%, mandate të pritshme 72 deri në 76. Partia Demokratike, përqindje mesatare 34.5%, mandate të pritshme 48 deri në 52. Partia Mundësia, përqindje mesatare 5.3%, mandate të pritshme 7 deri në 9. Shqipëria bëhet, përqindje mesatare 5.8%, mandate të pritshme 6 deri në 8. Lëvizja Bashk, përqindje mesatare 1.7%, mandate të pritshme 0 deri në 1. Por, a janë të sakta shifrat? Në një vend ku mediat janë të politizuara dhe sondazhet shpesh përdoren si armë propagandistike, qytetari mesatar ka pak garanci se po merr një pasqyrë të drejtë të situatës, ndërkohë vetë Rama ka përdorur shifrat e memorandumit të fitores për të ngritur moralin elektoral dhe për të rritur ndjesinë e përgjithshme mes elektoratit të tij. Sigurisht, Rama nuk flet në hava. Rama ka kryer sondazhin e fundit të brendshëm nga kompania izraelite që e këshillon dhe ka dalë në këto shifra, duke qenë se në zgjedhjet e 2021-shit i dolën shifrat, Rama pretendon se do të godasë sërish. Ndërkohë, me shumë interes priten të rinjt, Shqipëria bëhet, Mundësia dhe Lëvizja Bashk presin të kenë deputet në parlament. Dy të parat në sondazhe dalin mirë dhe sipas tyre do të kenë disa mandate, por Lëvizja Bashk në zgjedhjet vendore surprizoi, edhe pse nuk dilte në sondazhe dhe nuk është çudi ta bëjë sërish. Pra duhet të shohim, do kemi një rezultat sipas sondazheve, një rezultat si kundër pretendon Rama, apo asnjëri dhe as tjetri dhe forcat e reja do të bëjnë diferencën.